Ibn Qayyim rahimahullah thot arritja deri te qëllimi, që njëtë marrin qëllim, dhe kjo është edhe për dunja, mirë po ne për në esencë për arritjen tek Allahu xhallahu ala, tek xheneti i tij dhe shpërblimi. Thot arritja tek suksesi, tek e synuara, tek qëllimi i kërkuar, thot padyshim se është i kushzuar me dy gjëra kryesore. Thot e para është, thot Ibn Qayyim rahimahullah, domthon braktisja e zakoneve. Dhe e dyta është largimi i pengesave. Me një vend e ka përmend edhe këtu pa ka lodu, po ka detajzuar më tepër, dhe e treta dhe kputja e lidhjeve. Këtu janë tri senet e ndërruar vëllezër. Kush arrin, domthon me i kuptu ç'është duhet dhe me i jetësu në përshmëri, rrugën ka me pas qel. Me lënë Allahut për të nuk ka pengesa dhe çdo dije informatë që e merr do të jetë në shërbim të ngritjes edhe në aspektin praktik, po atë përmirësimit të tij në përgjithësi. Nga se të ndërruar kur flasim na për përmirësimin, me qenë më të mirë, më praktik, me qenë më në hap me dijen që e kemi, një shpërputhje në hapa mes dijes dhe praktikës, normale është. Nuk mund të krejt çka ti din me praktiku, nga se ajo që din mund të jetë nga nafilet, mund të jetë nga punët e mira, e këtu pastaj është një deti pa breg, shumë gjëra është kjo punë. Mirë po flasim përgjithësi që të bëhet një shprehi e besimtarit që të ecë në hap me dijen, nuk është diçka e pamundshme. Njerëzit kanë bërë gjëra domthon jashtë toksore, jashtë imagjinare për të bërë këtë punë. Jo, janë përmbajtur rregulla të caktuara dhe potencialin e harxuar gabim kanë filluar me harxhu ku duhet. Dhe kaq, kur që ma tepër, se njeri ka potencial, njeri ka aftësi, mirë po fatkeqësia është kur këtë potencial nuk din me menaxhu apo nuk din me orientu ku duhet. E Ibn Qayyim me këtu zimin na mëson që qysh duhet që potencialin që e kemi dhe mundësinë që Allah na ka jap ta orientojmë gjithmonë në favor të ngushtimit të distancës mes dijes dhe veprës. Dhe kështu të arrijmë tek qëllimet e synuara, që është kënaqësia e Allahut, ngritja shpirtërore, përmirësimi i zemrës, dhe në fund edhe arritja në derejët e larta në xhenet.